sulmojnë ndaj skemave të tilla. Ose ndoshta edhe qytetarët për të ruajtur pak ka një armë forte, sanitetin. Denoncimit, është ajo mbledhjes fakteve dhe krijimit dosjeve të cilat do t'i shërbejnë jo vetëm për sa i përket denoncimeve brenda vendit, por edhe krijimi të një raporti me kancelaritë kryesore ndërkombëtare. Opozita padyshim është një instrument i fortë, edhe pse po paraqitet sikur ka një lloj rënje drastike në zgjedhjet e fundit. Në fakt nuk është kështu. Partia Demokratike si forca kryesore e drejtimit të opozitës në vend, fatkeqësisht jo shumë parti të tjera kanë mbetur opozitar ose janë në të njëjtin, po themi, kanal opozitarizmi. Një pjesë e tyre janë të kënaqura me rezultatin dhe si duket objektiv kryesor kishin atë rezultat. Partia Demokratike i duhet që të ketë e para të fokusohet tek 11 maj, të mbledh dhe të ketë një dosje të plot provave të manipulimit 11 majit dhe këtë të siguroj që nuk janë të pakta. Ka prova pafund, ka prova pafund për një farsë elektorale, ka prova pafund për përdorimin e, po themi, gjithë makinerisë shtetërore dhe gjithë institucioneve të cilat fatkeqësisht do duhet ishin institucione të pavarura dhe institucione të cilat nuk do të ishin në influencën e qeverisë, por që janë keq përdorur nga qeveria në 11 maj dhe do të vazhdojnë të keq përdorur nga qeveria edhe në vazhdim kundër opozitës dhe kundër çdo individi, jo institucioni që do të mendojë ndryshe dhe që do të jetë kritik ndaj kësaj qeverie, por kjo nuk do duhet të step, po themi, informacion të fortë politik siç është Partia Demokratike dhe në pikat më, po themi, të errta të historisë së Shqipërisë ka bërë historinë duke sjell ndryshimin dhe do duhet vazhdohet me një rrugë të fortë, po themi, shumë paqe, padyshim duke mos lënë në një anë edhe hapjen e një debati brenda vet opozitës për modernizimin e saj, për përmirësimin e saj, për krijimin e një fryme ndoshta më gjithëpërfshirëse të saj, por që kjo, në gjykimin tim, do duhet të jetë një shkallë e dytë e çështjes, pasi emergjente është, po themi, demaskimi apo zhveshja 11 majit si një proces normal. Kjo duket edhe nga, po themi, narrativa vetë e qeverisë, pa ndjer një festë, në thonjza, të mazhorancës, e cila më shumë ishte kthyer një fjalim vajtimi të kryeministit, sa një, po themi, festë reale, pasi nga fillimi në fund u mor me opozitën, u mor me kundërshtarin politik, a thua se çfarë i kishte ndodhur, pra në një farë formë a thua ai kishte humbur përballë mazhorancës. Çka do të thotë se edhe vetë ai e din që nuk është një rezultat natyral, nuk është sjellje natyrale votuesit shqiptar në raport me një mazhorancë. E kuptoj. Dakor, Everest, të falenderoj. Shkurti komentin fundit për higjienizimin e trurit. Atëherë, ky është një proces që nuk është një ditor.